Pas Tiranës edhe votat e qarkut Fieri do të rinumërohen gjitha për forcat politike dhe për kandidatët. Kërkesa për rinumërimin e plotë të Fierit u bë nga Partia Adriatik Lapajt, pasi PD kërkoi vetëm hapjen e disa qendrave të votimit. Edhe pse Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve urrëzoi kërkesën e Lapajt, Partia Demokratike i erdhi në ndihmë dhe dy anëtarë të propozuar nga ajo në KAS vendosën që i gjithë qarku i Fierit të rinumërohet. Me kërkesë të dy anëtarëve të KAS-it, i kërkohet administratës që të kqyri të gjitha kutitë e votimit të qarkut Fier për subjektet zgjedhor dhe kandidatët për votat brenda vendit. Shqipëria bëhet e Adriatik Lapaj e humbi një mandat në Fier për 519 vota, mandat të cilin e mori Partia Socialiste. E mbetet për të parë nëse rinumërimi sjell ndonjë ndryshim në rezultat. Ndërsa Partia Demokratike nuk ka pretendime për rezultatin në Fier, por beson se hapja kutive i shërben transparencës së procesit të 11 majit. Deri më tani është vendosur të rinumërohet i plot qarku i Fierit dhe qarku i Tiranës. Në Dibër do të numërohen vetëm votat e kandidatëve të Partisë Demokratike, ndërkohë që pritet vendimi i KAS për Durrësin, qark në të cilin Partia Demokratike gjithashtu ka kërkuar rinumërim.